Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar përfaqësues të mediave, ju njoftojmë se në orët e hershme të mëngjesit, materiali zgjedhor, përfshirë edhe fletvotimet, është përndarë me kohë për të gjitha qendrat e votimit. Gjithashtu, njoftojmë se duke mbështetur në informacionet e pranuara nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve, procesi i votimit për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës ka nisur në të gjitha qendrat e votimit në vendin tonë. Sot, procesi i votimit zhvillohet në 949 qendra të votimit, me gjithsej 2550 vendvotime, prej të cilave 911 janë qendra me 2498 vendvotime për të mundësuar votimin e rregullt dhe 38 qendra të tjera nga një për çdo komunë me 52 vendvotime për të mundësuar votimin me kusht. Sipas listës së votuesve, numri i qytetarëve me të drejtë vote për të votuar sot në Republikën e Kosovës është 1.959.962 votues, të cilët janë të shpërndarë në 38 komuna. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fton të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese, pra të drejtën e votës. Sa për informacion, numri i subjekteve politike të certifikuara për pjesëmarrje në këto zgjedhje është 21 subjekte politike, prej të cilave 17 parti politike, 3 koalicione dhe 1 kandidat i pavarur. Numri i përgjithshëm i kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në këto zgjedhje dhe që përfaqësojnë këto subjekte politike është 902 kandidat, prej të cilave 593 kandidatë burra dhe 309 kandidate gra. Po ashtu, në këto orë të parë, pra të fillimit procesit të votimit, njoftojmë se përmes platformës elektronike qv.kqz.ks.org, secili votues mund të kontrollojë me lehtësi se ku është qendra e tij për të votuar. Dhe për fund, lejoni të konfirmoj se në kuadër të angazhimeve për administrimin e rregullt të procesit zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka funksionalizuar dhomën operative e cila funksionon me pjesëmarrjen e zyrtarëve të KQZ-s, Prokurorisë së Shtetit dhe Policisë së Kosovës. Përmes këtij mekanizmi, monitorohet zhvillimet gjatë ditës së votimit dhe sigurohet koordinimi institucional për trajtimin e çdo raportimi apo informacioni të pranuar në përputhje me përgjegjësitë e përcaktuara me ligj të secilit institucion. A kemi ndonjë pyetje për fillim? Atëherë faleminderit shumë për pjesëmarrjen në këtë konferencë. Ju njoftoj se konferenca e radhës së dytë e KQZ-s do të jetë në orën 11:30, por paraprakisht nga ora 9 do të fillojnë të shfaqen platformën e rezultateve të KQZ-s, të dhënat e para për pjesëmarrjen e qytetarëve në votime në 2 orët e para të votimit. Gjithashtu, gjatë të gjithë ditës, pra për çdo 2 orë, KQZ përmes platformës së rezultateve do të transmetojë të dhëna, pra statistika nga procesi i votimit në ditën e sotme. Ndërkaq në mbrëmje, pasi përfundoi numërimi i fletvotimeve në vendvotime, do të fillojmë me publikimin e rezultateve preliminare për subjektet politike.